Moderatorja dhe influencuesja e njohur Kiara Tito ka ndarë me ndjekësit në Instagram një video mjaft të veçantë dhe emocionale ku dokumenton transformimin e shtëpisë që ndan me partnerin e saj, këngëtarin Luiz Elli. Videoja tregon rrugtimin nga një hapësirë boshe pa formuar në një shtëpi moderne të ngrohtë dhe të personalizuar që reflekton stilin e çiftit. Në fillim të videos, Kiara shfaq pamjet e para të shtëpisë, një ambient i zbrazët, me mure të thjeshta dhe pa mobilje, hapësira duke i neutrale dhe pa jetë, duke i dhënë ndjekësve një ide të qartë të gjendjes në të cilën e ka marrë shtëpinë. Me kalimin e sekondave vjen transformimi, një proces që duket se është bërë me kujdes, ngjyra të buta, mobilje elegante, ndriçimi menduar mirë dhe elemente dekorative minimaliste janë ndër detaje që e kanë shndruar ambientin në një vend të rahatshëm. Shtimi i elementeve si tapete moderne, vazo me lule, pasqyra dhe art muror krijojnë një ndjesi të qartë, qetësie dhe përkatësie. Reagimet nga ndjekësit nuk munguan, më shumë komente pozitive që vlerësonin shijen, stilin dhe ngrohtësinë që përcjell ambienti. Kiara dhe Luizi vazhdojnë të ruajnë një lidhje të fortë me publikun, jo vetëm përmes projekteve të tyre, por edhe përmes momenteve personale që zgjedhin t'i ndajnë me ndjekësit. Transformimi i shtëpisë së tyre është më shumë se thjesht një ndryshim vizual, është një simbol i dashurisë, përkushtimit dhe jetës së re që po ndërtojnë së bashku.